Në qoftë se Memli Krasniqi ja propozon një kandidat vetëvendosës. Po të presim takimin, sepse... Po se ka drejtën Memli Krasniqi me propozu. Memli Krasniqi me propozu kërka. Në kush çështje propozim, do çështje arritjes një marrëveshje se si me marrëveshje. Edhe nëse arrihet një marrëveshje. A ka Albin Kurti ofertë për ish opozitën? Që to dhuam na, që kjo është po debat. Edhe nëse ka ofertë. Cilën ofertë ka? Të zblokojmë kuvendin dhe Albulena Haxhiun e ka ofertë. Çfarë halli keni me atë zoj, nuk e kuptoj. Hiç, unë asnjë hall se ka. Është veçinoti. Nej notit e katimit tona atje poshtë bëjë. Noti primitiv. Lebe ato i notet megjave se që morën në këtu me do megja. Lebet lutën dhe në, shkoj noti. Ka dhe më onë parimet politikë shumë. Zgjidhjet problemet. Parimet e Albin Kurti thënë jo me ish opozitën. Parimet e ish opozitës demokratike thënë jo me stalinista, notë në mirë. Së votuesi ka thënë jo me stalinista thënë, pse? Qa menut ju? Morë me zbloku kuvendin edhe me shkull procedurën tjetër e ka halli. Se për me qeverisë asociatën me qeverisë. Po shiko mas bojë so halli ujti hiq. Që ti ke zbloku mëti, ti ke dhe me lu institucionet ditën e pare, këti ke boti. Ledë në. Sikur kandidati Albulena Haxhiu gjithë kandidatët tjerë lëvizjes vetëvendosje. As kur s'është as më mirë as më keq se saja. Megjithatë, partit, opozitorë. Si zbërthejet kjo deklarata e Samil Ushtakut? Sa dik se ti e një, po dhe thëmë nga brenda, nga deklarata e Samil Ushtakut është sikur deklaratat e gjithë të tjerve para Samil Ushtakut. Kanë thonë ne asë... Jo, nuk është deklarata e Samil Ushtakut sikur e deklarata e gjithë të tjerve. Po është, sepse ka thonë edhe Bedri Humza, ka thonë edhe Memli Krasniqi. Samil Ushtaku nuk ka zavendësim për dëkë. Po Samil Ushtaku është kryetari degës Partisë Demokratike në Skënderaj. Është një degë që është më fuqishmja degë e PDK-s në Kosovë. Që i ka qunë një deputet. Ka të drejtën e vetë, ka të drejtën edhe të votuesve të shumë që i ka, me folë edhe në emër të Partisë Demokratike. Megjithatë fjalët e Samil Ushtakut i ka thonë edhe Bedri Humza si kandidat për kryeministër, edhe Memli Krasniqi si kryetari i partisë, edhe deputetët e tjerë ose anëtarë tjerë të Partisë Demokratike, që në mas këtyre zgjedhjeve nuk do të ketë koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Ata kanë thonë edhe gjatë fushës. S'është ka fton ai po. Kështu që s'është ka thënë për koalicion, mos është çetësor. Ama pse sot dilet vetëm pak, Sadik. Ja ta shohim Matoshi se Matoshi e një situatën mirë brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Pse ky sistem sot? Në këtë fazë shihet ashqare që Partia Demokratike e Kosovës po komunikon brenda subjektit politik të vet. Tash për tash shihet që këta nuk kanë bën asnjë hap para që me bind elektoratin e vetë, ose me i thonë ato të mirat që mund dalin nga ky koalicion, prandaj dhe zoti Ushtaku i tha, jo, është e pamundun, për qëtë fazë po flas. Nëse nuk e dim çka mund mendon, ashtu alë edhe në dy parë,